Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Maris, vendet që i vizitojmë në përbot mund të jenë të ndryshme, por qëllimi gjithashtu nganjëherë vizitojmë vende thjesht sepse janë të bukura, nganjëherë për shkak se shkojnë edhe të tjerët dhe na tërheqin edhe ne, por ky vend siç është Letnica është i veçantë sepse na kujton edhe burimin për ardhjen tonë dhe përkatësinë tonë. Prandaj ndoshta nganjëherë dhe me pavedije vim sepse na tërheq e si vjet në mënyrë të veçantë kujtojmë 130 vjetorin e kushtimit të kishës dhe popullit shqiptar Zojës së Këshillit Mirë, por edhe 180 vjetorin e fillimit të martirizimit të martirëve të Karadakut, pra me 1846. Pra, gjakun ton rrjedh pikrisht gjaku i këtyre martirëve e që na tërheq sot e kësaj dite të vim këtë vend e ta ripërtrim zemrën tonë, edhe kujtesën tonë. Prandaj është një rast i mirë gjatë këtyre viteve, si vitin e ardhshëm, mënyrë të veçantë, t'i kujtojmë rrajt tona, rrajt shpirtnore. Është edhe kujtimi 170 vjetorit vdekjes së Pater Anton Marojeviçit, që e ka varrin pikrisht këtu në Letnicë, e shumë prej nesh e nderojnë këtë bari që e lidhi jetën e vetë me jetën e besimtarve, edhe për ne meshtarve është një shembull i mrekullueshëm se si atë që e predikojmë edhe me jetue. Jo me thanën nuk është problemi im nëse dikush i ka kryqet hallet, por bëjmë pjesë e popullit tim, grigjës time. E mbi gjitha këto kujtime, këto ngjarje na lidhin së bashku me Zojën e bekume, e cila gjithmonë na çon te Krishti. Bëni atë çka ju thot ai. Kjo është ajo përvojtnia e Zojës bekume, e nanës mirë, që na merr për dore, dhe të na kujtohen sa njerëz kanë ardhur në këto vende e kanë shpalos zemrën, sa lot, por dhe sa gëzime se ju është dëgju lutja. Prandaj guxoj me ardh edhe sot para Zojës Cënagore këtu në Letnicë, vërtet me shpalos zemrën. Vetëm kështu ndryshon zemra, kur dalim ashtu si që jemi, me gjithë të kalumën tonë që ndoshta na rëndon, me gjithë hallet e dertet, por edhe me gjithë shpresat për të ardhmen. Është e mrekullueshme që mund të jemi ata që jemi, s'kem nevojë mushtir që jemi diçka tjetër. Prandaj edhe për kujtimi edhe i martirëve është një rast i mirë, edhe ne mund na vedisu kush jemi, sidomos ai përket fesë, dhe të na kujtohet besa që e kanë dhënë ata. Është lehtë me dhënë besën kur është qetë e mirë, por besa sprovohet. Ne e dim se si kanë kalue pastaj në Gjilan e në Prishtinë, pastaj në Shkup, Selanik, janë këto ato stacionet e udhës së kryqit. Dhe nuk kam mjaftu njëherë me thanë, ne jemi të krishterë. Por në atë kohë, ka qenë kjo diçka shumë e madhe, por ne ndoshta nuk është, sepse nuk na kërcënojnë me burg, ose me padi, arrestime,
E në atë kohë ka qenë pikrish kështu. E let na kujtohet pra edhe udha e kryqit e paraardhësve tanë, se si kanë qenë gjendje me dhanë edhe jetën e mos me vepru kundër ndërgjegjes. Paramendojeni sa herë ka qenë ai tundimi, po ma mirë për jetoj fen, në zemër më sheh Zoti, s'kam nevojë me thonë për jashtë që jam i krishter. Kjo është ajo drama ma e madhe e një besimtari, dhe këtë e kanë kalu martirë tanë. Paramendojeni kur je i lodhur, kur më nuk ke fuqi, nuk ke ushqim, dhe të vjen thot, tërhiqe fjalen që ke thënë, se ti je i krishter. Jo, kanë vazhdu me thonë, jemi të krishter, nuk mundemi me mohu diçka që ka na thot ndërgjegja, edhe pse tundimi ka qenë i madh, ma mirë thëmë, si jam i krishter, e t'i kthejna familjes, t'i kthejna fëmijëve e kështu me radhë. Shifini se çfarë beteje kanë kalu të partë e tanë. Por, si duket edhe kohëve të fundit është aktuale kjo, nuk do të thotë që ka ndodhë vetëm të kalumen, sot e kësaj dite ballafaqohemi me një pyetje që na qet edhe ndërgjegja, ndoshta mund të themi krishter, por a jetoj si i krishter? Mund ta qes kryqin në mur ose në qafë, por mos ta fali personin me cilin jetoj. Pra është një pyetje që vërtet ja vlen mundale me thanë, të partë e tanë e kanë dhënë jetën për fen, për Krishtin. Dhe na bëjnë pyetje, po ti, qfar vlere i jep fes tane? Sepse nga njëherë e mohojmë, edhe pse jemi të krishter, por për shkak ndoshta rrethonave, për shkak se çka mendon ai tjetri, edhe e mohojmë Krishtin. Dashur vllazën e motra, e kemi edhe Pater Antonin, që gjithashtu Marojević, Bariun, që gjithashtu mundet më na frymëzue se si me vazhdu me majt besën, me vazhdu me qenë në anën e atyne që janë hallë, që ka nevojë për ndihmë. Sigurisht e kish pas ma lehtë me thonë, po tashti ata kanë shku atje, s'është më problemi im. Jo, dashur vllazën e motra, ka shku pas grigjës, pas besimtarëve të vetë. E është një rast i mirë me i kujtue edhe mërkimtarë tanë, sepse ajo përvoja që e kini ju të dashur e mërgimit është diçka e ngjashme me atë që e kanë përjetu të partë e tanë. Dhe të huaj, pasiguri, vend i ndryshëm, zakonet ndryshme, e malli për atë dheun, çka po ndodh me familjen e kështu me radhë. Pra është një përvojë shumë e thellë që mundet më na ndihmue edhe me çmu ato që kanë kaluar të partë e tanë, martirët tanë të Karadakut. Pra, kthimi te burimi i fesë, besnikëria ndaj vlerave fetare, është rast i mirë çka i la fëmijës tem. Një shtëpi, një makinë, apo çka? Nuk do të kishte me qenë e mjaftueshme, vërtet mi u lanë trashëgimi, vetëm diçka të jashtme, edhe pse edhe ato janë të nevojshme. Por ne jemi shumë, dashur vllazën e motra, e gjatë këtij viti dhe vitin e ardhshëm, le të jetë një rast i mirë me kujtue të partë e mi, më kanë lënë diçka shumë të çmueshme. Dhe besoj që gjithë këtu sa jemi priftrin, jemi fryti atyre mundimeve, ati martirizimi, gjithë këta meshtar, rregulltare, e që në shikim të parë në atë kohë është duk tragjike, por që ja që Zoti si e kthen një vuajtje në bekim për shumë të tjerë. E është një rast i mirë që të themi edhe ne jemi të krishterë, por dhe të jetojmë si të krishterë. E kur i kujtojmë kjo nuk do të thotë që të prodhojmë
armiq, se ja që dikush tjetër na ka bën neve. Nuk është këtu qëllimi. Qëllimi është mi zbulue edhe karakterin, edhe hiret e mëdha që i kanë marrë prej Zotit para arsit tanë, e që e kanë jetu fen, jo vetëm deklarativisht, sepse konkretisht u shdasht me shfaq, se ata vërtet besojnë. Kanë mujt me thonë, me tërheq fjalen e dhanë, edhe mi u kthy familjes, por jo, sepse e kanë ditë se nuk mundemi me jetu dyftyrsh, por jashta ndryshe, mrena ndryshe. Edhe gjumë, edhe ungjillin, sepse flet për zemrën e butet për vujt, për ndërgjegjen, që duhet me qenën harmoni me ato çka e jetojnë për jashta, sepse është një tortur, nëse mrena me ndryshe, për jashta ndryshe. E Krishti dëshiron me pas harmonin mes këtyre dyjave. E besnikëria, guximi i parëve tanë, duhet më na hap syt me pas e sa e çmueshme është me besu në Krishtin, që e te kalon madje edhe familjen tënde, çaq e çmueshme është. Vetëm e vetëm mos me mohue zanin e Zotit në zemrën tënde, në ndërgjegjen tënde. E nëse beson këto gjana, atëherë kemi te i kalue shumë vështirësi. Madje s'kemi pasi vështirësi, por kemi pasi rast, por me dëshmu të mirën, që dhaj tjetri me besu si ti, sepse ke gjetë paqen e shpirtit. Nështë ato është marrë diçka e jashtme, qoftë edhe familja, fëmijët, por Zoti i ka bekue me paqen e shpirtit dhe me jetën e lumnume. Sot e kësaj dite, pasardhësit e tyre që jemi ne, jemi kushtu Zotit, se kemi vret që është lut dikush për ne. Dhe e përjetojmë sot sa herë që dikush thot po shkoj për preft ose motër, sigurisht janë lutjet edhe tyre, por dhe t'jujat, dashur vllazën e motra. E dhash Zotit që edhe në këtë nëndiç, por edhe për këtë fest, ta rizgjojmë edhe vetdijen, por edhe përvojtnin, i thonë Zotit faleminderes për jetën e tyre. Ti kujtojmë edhe me emra, sepse ata kanë pas emra, jo vetëm një numër që në kthy 76, por prapa tyre që ndrojnë familje, shumë prej jush besoj që edhe i njihni, e është mirë mi u tregu brezave, se gjanë ma çmueshme e kanë dhurue. E dhash Zotit që edhe nëpërmjet Radio Marisë Kosovës, sa ma shumë ky zaj krishten mu përhap, ka ma mirë se me ju afrue njerëzve të vetmum, të smut, që smujnë me anë kish, e me dëgjue që janë pjesë e një bashkësie të madhe, por edhe me përjetue bekimin e Zotit Zojs bekume në këtë shejtrore. Të lusim pra që këto ditë t'i shfrytëzojmë sa ma mirë, edhe ta përjetojmë paqen e bekimin e Zotit, edhe t'u i kujtu të partë e tanë, hjekat e tyne, por edhe t'u ja shpalos zemrën Zotit, e t'u i thanë, Jezu Krisht zemër bute i përvojt, ban që zemra ime t'i pëngjaj zemrës sate. Amen, qof lëvduar Jezu Krishti.